Deputeti i Partisë Demokratike Samir Korreshi ka publikuar një video në rrjetet sociale të tij ku tregon gjendjen katastrofike të zyrave në njësinë administrative numër 4 në Bashkinë e Lushnjës. Ai ka vënë duke rrugë të palara që kundër muajner e plere të përhapura kudo në ambientit rrethizësionit. E kanë dhënë koshin, i thuj atit që ka kullur koshi këtu se vin njëra në anër të zezë. Edhe paset pisha, jo urdhëra, ale këtu dhe shi. E këtu su rrika. Kapit që ka rrikët, kapit që typ në Europë. Qere jone? Ka atë. Dirjeni? Për regullë? Ja. Europian, direkt, ka nevoj për i bralë, bëtë për i dorez dera, nuk diskutojnë. Po do të rregullojmë sa të bëjmë hapin e parë për në Europë. Në përfundim, deputeti demokrat është ndalur rreth reforma territoriale ku e ka lidhur me gjendjen katastrofike të sesioneve në Shqipëri, sipas tij.